Malketa Vesiu mbi 25 vite në televizion është bërë një figurë mjaft e dashur dhe spikatur për publikun në nisje të natës finale të X Factor. Ajo zgjodhi që të shprehte disa fjalë të ndjera. Për çfarë mbahet mend njeriu? Një pyetje që të gjithë e bëjmë e jo të gjithë ja gjejnë përgjigjen, por Vesiu duket se ka një të tillë. Me 25 vite në ekran, ajo e di shumë mirë se çfarë do që njerëzit dhe brezat ta mbajnë mend. Sigurisht për gëzimet që u ka dhuruar dhe programet që ka bërë drejtuar. Kur dikush më pyeti dhe më tha se për çfarë do të mbahesh mend ti në jetë, për këtë punë që ke bërë gjithë këto vite, i thash që dua të mbahem mend në jetë që i kam gëzuar. Ndoshta vërtet nuk do të jem në jetë në këtë botë dhe dua që ata të më mbajnë mend brezat dhe njerëzit që ndonjëherë do shkruajnë për televizionin në Shqipëri, sepse mua mu bën disa vite të mira. Mu bën 25 vite në ekran, dua të them se i gëzova njerëzit me programet që bëra, sepse për këtë janë shpikur programe si ky u shpreh Vesiu. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.